Po, në gjatë xhirimeve, pjesë e filmit është edhe Diana, një burneshe vërtet, në rolin e Shkurtanit, e cila fatkeqësisht ndroi jetë pasi kreu xhirimet. Ne ishim akoma në proces të punës. E përjetuam rënda të humbja. Ajo nuk ka arriti premierën, por është jetësuar në shqirit filmik. Ajo nuk ishte një burnesh e zakonshme, një burnesh e maleve, ishte diku afër Durrësit. Dhe unë vërtet atëherë kuptova që ka edhe burnesha të tilla, që për arsye jo për gjakmarrje, po mbase e kam patur më të lehtë të jetojnë nën petkun e burrit. Edhe janë betuar që do të bëhen burnesha dhe gjithë jeta e saj e tillë ka vazhduar. Unë duke patur informacion, më thënë, ashtu si që bëjmë ne, kur krijojmë një personazh, në radhë parë shohim çka unë edhe personazhi kemi të përbashkët. Pastaj të tjera që duhen studiuar, duhen... Kishe një gjë të përbashkët? Të përbashkët kisha në pjesën e dytë dhe mshurim për fëmijët. Ajo që tradhton franin e nxjerr nga petku i burneshës. Raporti i saj me mbesën, që pavarësisht sa ashpër tregohet, kjo ndjenjat e saj e mundin, mbisundojnë, domethënë, dhe del në pak dhe mshuria e një gruaje.